Pamjet e vrasjes së Liridona Ademajt, momenti kur Naimur Seli sinjalizon ekzekutorin, dëgjohen britmat e fëmijëve. Në gjykatën e Prishtinës administrohen prova për vrasjen e Liridona Ademajt. Pamjet tregojnë momentin nga darka e fundit e familjes ku ishte Liridona, Naimi dhe fëmijët. Ndërkohë, pas pak minutave në të kundërtën e tyre, ulet edhe Granit Plava, autori i vrasjes. Në pamje shihet momenti kur Naimur Seli e sinjalizon duke prekur hundën që të nis aksionin. Po ashtu janë shfaqur video edhe nga shtëpia kur së bashku me fëmijë dalin nga aty dhe hipin në makinë. Më pas, në një tjetër moment, në seancë Naimur Selit janë vendosur edhe pamjet e vrasjes ku dëgjohen krismat dhe britmat e fëmijëve. Naimur Seli planifikoi vrasjen e bashkëshortes së tij për shkak të raporteve të çrregullta familjare dhe martesore. Pas tyre problemeve, siç përshkruhet edhe në akt akuzë, kishte lindur e dëshira për hakmarrje nga ana e Naimur Selit ndaj bashkëshortes së tij. Gjithmonë sipas akt akuzës, pas datës 25/6/2022, kur ishte paguar një policë e sigurimit jetësor në emër të Liridona Ademajt në vlerë prej 3 milion kruna suadeze, me qëllim që pas vrasjes Murselit përfitonte dobi financiare. Sipas dosjes, këtë plan Naimur Seli e ndau me familjarin e tij, Kushtrim Kukallën, dhe se ky i fundit ishte refuzuar që të kryente vrasjen, por më tej ka gjetur personin tjetër, Granit Plavën. Gjithmonë sipas dosjes, në 29/11/2023 në orët e mesditës, Naimur Seli bashkë me Granit Plavën blen një armë tip zastava me ngjyrë të zezë nga Tom Dodaj në vlerën e 280 euro. Në të njëjtën ditë dosja shpjegon se në intervalin kohor 20:11-20:18 minuta në vendin ku paraprakisht ishte dakordsuar Naimur Seli me Granit Plavën, plan të dakortuar që e kanë inskenuar që të duket si grabitje armatosur, është kryer edhe vrasja. Në dosje shkruhet se Naimur Seli e kishte lajmëruar fillimisht Granit Plavën me drita të veturës, më pas e kishte kapur për dorë Liridona Ademajt që të mos i shpëtoj plumbit pasi u shkrep nga Plava. Më pas Naimi ka dalë nga makina me fëmijët dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Me gjitha këto veprime që ka kryer Naimur Seli, prokuroria ka ngarkuar atë me veprën penale të vrasjes së rëndë. I pandehur i dytë është Granit Plava, i cili sipas prokurorisë në ditën e vrasjes në intervalin kohor 20:11 minuta, 20:18 minuta në fshatin Bërnic, pas marrëveshjes paraprake që kishte bërë me Naimur Selin, dosja përshkruan se kreu vrasjen në formë të maskuar, kishte shtonë në drejtim të viktimës, e cila përpasoi ndroi jetë. Për të gjithë këtë rast, Plava do të kompensohej me një shumë prej 30.000 eurosh nga Naimur Seli.